Më shkoj, shumë. Më shumë se 2000 burra shqiptar ishin liruar befas me 22 maj të vitit 1999 nga burgu i Smrekonicës. Forcat serbe që kontrollonin këtë hapësane i hipën ata nëpër autobus, duke mos u treguar se ku po i qojnë. Të burgosurit kanë thënë se ishin friksuar se po i dërgojnë për t'i pushkatuar diku. Sidoqoftë, ata ishin transportuar drejt Shqipërisë dhe disa kilometra larg kufirit në Morin, ishin detyruar të zbritnin dhe të nisen për në Kukës. Të burgosurit shihen duke u ngutur teksa kalojnë kufirin, nga frika se mos po qëllohen me armë nga pas. Gjatë qëndrimit në Smrekonicë, ata ishin mbajtur në kushte të rënda për muaj të tërë. Shumë shqiptar, kryesisht nga zona e shalës së Bajgorës, Mitrovicë e Vushtri, ishin maltretuar në këtë burg famkeq nga forcat serbo-jugoslave. Shumë nga ta kanë treguar se ishin goditur me shkopinj druri dhe kondak armësh nëpër trup. Lodhë të raskapitur në plam që një muaj ditë mi dalë për shpije. Sa ditë keni qenë? Sot pe burgu këtu na kanë pru drejt. Sa kohë keni? Kemi nejt 21 ditë. Po pse u futën burg me çfarë protestohet? Ai forca bën vetën gjithë çka bën. A u kanë kështajtu? Jo, dhe dikon. Faktikisht po. Në atë kohë ishte raportuar edhe për të vrarë në këtë vend. Të mbjetuarit kanë qenë në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak të dhunës dhe kequshqyerjes. Në Smrekonicë u mbajtën dhunshëm edhe burra tjerë, që isin kapur gjatë shkuarjes si refugjat për në Shqipëri, në muajt mars, prill dhe maj. Në këto kolona, ata ishin ndarë nga familjet e tyre. Nuk e di Medveç kur na therrën sot me nxjes edhe na shtinë në autobus, thanë haj shkoni për Shqipëri keni lyp natën edhe Sa të mujë edhe një 2 muaj, 3 muaj thanë që ashtu se nuk e dim. Familjen na kanë dhënë pe familje, fëmijë, gruan e fëmijë nuk e di ku i kam. Një moment emotiv ishte kapur nga kamerat e agjensisë së lajmeve AP, kur 2 familjar nga fshati i Rek i Mitrovicës patën rastin të bashkohen në Kukës, kur këtu mbërriti këtu nga Smrekonica, e tjetri kishte ardhur më herët. Po e gjeta antarin e familjes, gjithashtu edhe kusheret e mi janë këtu. Të dy kishin menduar për njëri tjetrin se ishin vrarë. Afer edhe këta, posa sa e kanë liruar nga burgu i Smrekonicës, burgu famkeq i Smrekonicës, dhe u përshëndetëm sa tash me vllahën tonë.